Edhe më kështu edhe tek pjesa e fundit e kësaj prive, si gjithmonë keni të pathënat e kësaj jave, ato të cilat ju nuk mund t'i thoni, i themi ne. Kush bën pjesëonte në grupin e kësaj rubrike, e ndjekim bashkë vetëm pas. Këngëtarja Genta Ismaili ka kohë që po paralajmëron projektin e saj më të ri. Ajo gjatë gjithë kohës është në studio duke punuar për disa nga to. Prive mëson se ajo tashmë ka finalizuar këngën e re dhe sipas disa informacioneve do të jetë në bashkëpunim, emri i të cilit nuk është akoma publik. Kjo këngë pason bashkëpunimin e suksesshëm me reperin 2 Ton. Ai e gati që pavarësisht që nuk ka klip, ka arritur të pëlqehet nga publiku. Reperi 2 Ton është shumë aktiv në muzikë, jo vetëm me koncerte, por edhe me krijime të reja. Që nga shkurti e deri më tani ka lançuar 4 projekte muzikore, teksa ka gati dhe të pestit. Ai gjatë javës që po lën pas ka udhëtuar në Ohër për kacet tek Shënaumi ku ka realizuar klipin e ri. Ky projekt, i cili në klip është realizuar nga Imagine, do të jetë me ritme verore dhe do të publikohet gjatë javës tjetër. Unë jam gjithka, amo ti ku je. Që të jem të ma show, unë e di shumë mirë, baby ti qa po të momenti ka me kanë zu qa di me po. Këngëtarja Durata Dora gjatë kësaj jave ka qëndruar në studion e Max Audios ku ka punuar projektin e radhës. Edhe pse ka vetëm pak javë që ka publikuar Ti Don, ajo nuk po pushon. Shumë shpejt ajo do të sjellë një tjetër projekt, por që nuk do të vijë në bashkëpunim, siç u përfol. Një tjetër projekt solo pritet të pasojë Ti Don, që tashmë ka regjistruar miliona shikime në YouTube. When me a the wine in the club, me a wine it. The man a go dancing so hot, me a wine it. Përderisa Durata Dora është mjaft aktive në muzikë, kolegja e saj, Durata Ametaj, ka kohë që nuk ka sjellur diçka të re në këtë sferë. Që nga prishja e raporteve me Elefant, ajo ka qëndruar në heshtje në planin muzikor. Gjatë kësaj pauze të shkurtër i është përkushtuar të dashurit të saj, por edhe punëve. Pas pothuajse një vit pa këngë të re, Ametaj është afër finalizimit të projektit më të ri, kësaj radhe jashtë ombrellës së Elefant. Ajo ka zgjedhur një ekip të ri për këngën e re, do të publikohet pas pak dite me videoklip. Soul Killer do të jetë kënga e parë e Enca Haxhia për verën e nxehtë. Ky projekt u përfol si një bashkëpunim me reperin Noisy, por jo, kjo këngë e sjell si solo artiste. E për ta konfirmuar këtë lajm, Enca ka publikuar edhe trailerin e klipit që do të publikohet javën që vjen. Ndërsa duet do të sjellë në këngën e saj të dytë për këtë vit. Prive mëson se projekti i dytë për 2015 do të jetë shumë më ndryshe se që e kemi parë këngëtaren. Kënga do të ketë ritme të muzikës reggae dhe do të jetë bashkëpunim me një mashkull të këtij zhanri. Këngëtarja Adelina Berisha i është bashkuar studios Max Audio për këngët e reja. Ajo ka punuar me producentin Romon Alandin, teksa teksti është shkruar nga Ronela Hayati. Ky projekt është titulluar Jo Ma, është vizualizuar në klip nga Max Production dhe pritet të lançohet shumë shpejt. Reperi Nec, pas rreth 8 muajsh punë për këngën e re, tashmë është gati për publikim. Ky projekt që mban titullin Magnum 44 është punuar në studion e Cricket Music, me tekst, miksim dhe masterizim nga vetë artisti, teksa klipi i saj është realizuar nga Film Nation. Disa skena për herë të parë të klipit mund të ndeshni në vazhdim. Too many hoes, too many flows of the green flower shows. Fuck that shit close, this but I propose. Big it up to my bros. Kiss and jab, ndor një kriket, edhe mbit kriket. Nigga, kick that snare clap. Miqtë të dashur të Prives, unë ju përshëndes përzemërsisht, ju lësë sërish takim të shtunën e ardhshme në të njëjtin vend dhe në të njëjtën kohë. Një falënderim i posaçëm shkon për të gjithë ju. Jeni ju ata të cilët na bëni emisionin numër 1 të showbizit në vend. E gjithashtu falenderojmë edhe sponsorët tanë, e ata janë Vala 4G dhe Golden Eagle. Deri në takimin tonë të radhës, natë të mirë dhe mirëmbëjtje.